Pini një gotë nga kjo pije me stomakun bosh dhe efekti do ju lërë pa fjalë. Kjo pije përmirëson metabolizmin, zvogëlon oreksin, shkatëron urthin dhe gjithashtu ndihmon me problemet me kapstokun. Përveç kësaj, përdorimi i rregullt i kësaj pije në stomakun bosh mund të përmirësojë shëndetin e përgjithshëm. Në vend të kafes, ngrohni 2 decilitër ujë. Shtoni në ujë një lugë të vogël mjalt dhe përzijeni mirë. Kur mjalti të jetë tretër plotësisht, pijeni këtë pije. Uji duhet të jetë i vakët, por jo i nxehtë, sepse temperatura e lartë shkatëron të gjitha lëndët ushqyese dhe përbërësit e shëndetshëm të mjaltit. Megjithatë, në rast se ju jeni alergjik, keni ulcer stomaku, gastrit, reumatizëm, shmangni këtë pije ose konsultoni me mjekun.